Zotë kryeministër, sot një ditë e bukur, edhe koha u hap nga ditët me shi në Maqedoninë të Veriut. Rëndësia e kësaj dite sot? Rëndësia e kësaj dite është e veçantë për faktin që mbi bazë kushtetuese dhe ligjore mundësohet që çdo një qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut të shfrytëzon të drejtën kushtetuese për shprehje të vullnetit në zgjedhje dhe të ketë mundësi nga 7 kandidatët të zgjedhë dhe të përcaktohet për njërin nga kandidatët. Me rëndësi të veçantë është fakti që në mëngjes informatat e para janë që procesi zgjedhor shkon në mënyrë të përkryer, në mënyrë të rregullt, pa kurrë problemi dhe ajo është intenca që duhet të sigurohet dhe të i mundësohet qytetarit që në mënyrë të lirë të shprehë vullnetin e vet. Çdo mend që siç thatë pas asaj kohe me shi, sot dita me diell që faktikisht tregon edhe për ecurinë dhe për nevojën që duhet të ketë vendi dhe qytetarët. Uroj që çdo një prej qytetarëve të shfrytëzon drejtën dhe apel që çdo një të del në vend votim dhe të shfrytëzon drejtën e vet dhe të përcaktohet për një nga kandidatët. Çfarë thotë ky proces zgjedhor në përgjithësi, zoti kryeministër, për vendin dhe orientimin të Maqedonisë së Veriut në periudhën e ardhshme? Po gjithsesi që në fushat pjesëmarrësit në proces zgjedhor kanë pas mundësinë të prezantojnë përcaktimet, vizionet e tyre për ecurinë e vendit. Çdo mend që nëse kemi parasysh të gjithë situatën globale në rajon dhe më gjerë, rëndësia e veçantë e zgjedhjeve është për faktin që duhet përcaktojmë rrugtimin e më të qeshëm të vendit në kontekst të përcaktimeve tani më 3 dekadëshe të orientimit pro-evropian të vendit dhe qytetarëve, dhe besoj që gjithë pjesëmarrësit kanë për obligim që vendit të sigurojë rrugtim të sigurt në Unionin Evropian. Dhe gjithsesi besoj që kandidatët kanë arritur të bindin shumicën e qytetarëve për orientimin e tyre, për faktin që edhe në të kalumen në të gjitha matjet e publikut, embrionit publik të qytetarëve, shumica e qytetarëve mbi 70% janë të përcaktuar për rrugtimin tonë evropian dhe besoj që ky rrugtim edhe përmes votës së lirë do të sigurohet dhe do të verifikohet. Kështu që rëndësia është për faktin që nuk ka të bën me atë se kush do të jetë bartës pushteti, por ka të bën me atë se në çfarë kahje pas zgjedhjeve të tjera vendi do të ecë. Do të kryeministër, edhe një pyetje fundit. A ju vjen keq që do po mbaron mandati juaj si kryeministër teknik? Po shihni, mua nuk më vjen keq për atë, për faktin që në start jam i njohur dhe është e qartë se çështja e mandateve fillon me ditën e parë dhe dihet që në fillim dita e fundit e mandatit, kështu që zakonisht unë them që ditët i numërojmë mbrapsht në kuptimin nga e fundit deri në 0, për faktin që në çdo moment mund të vihet në ndërprerje të mandatit, kështu që ato nuk janë të parasiguruara në pafundësi, janë cikle zgjedhore dhe çdo moment që çdo një prej nesh dhe unë përfshi veten, jam i vetëdijshëm që çështja e mandatit është mandat dhe një ditë mbaron, nuk është fundi i botës, por që se mbaron dhe është normale që të mbaron në mënyrën si duhet të mbaron.